Der Stall ist mittlerweile 20 Jahre in Betrieb. Kjo është një stall e ndërtuar para 20 vjetësh. Und ich bin sehr beeindruckt. Dhe më duhet të them që në këto 20 vjet jam dëshmitar i asaj se çfarë është përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme në këto 20 vjet dhe ku kemi filluar, ku jemi sot. Çfarë është ky robot tjetër? Was ist das? Das ist ein Roboter. Është një robot i cili është i kalibruar që në çdo 2 orë e gjysmë të zëvendësoj punën e një punëtori i cili e ofron në mënyrë permanente të ushqimin afër me kafshët, sepse një ripërtypës ka nevojë të përtyp 24 orë, që do të thotë ai e bën non-stop dhe është shumë efektiv në krahasim edhe de haben auch kein Problem mit Roboter, oder? Nein, nein. Jo, thot, jo vetëm që janë mësuar. Das erste Mal wieder gefahren ist, der Roboter. War das für die Kühe? Was passiert hier? Herën e parë natyrisht që u çuditën edhe shifnin me kuriozitet, po tani e din çfarë. Sie haben sich bald daran gewöhnt. Janë mësuar shumë shpejt me të. Und somit sind immer Tiere vorne. Wir haben das gesehen, wenn wir reinkommen. Është shumë e rëndësishme që të jetë i pranishëm ushqimin në mënyrë të pandërprerë dhe natyrisht që zëvendëson shumë më mirë punën e njeriu, sepse tek njeriu natyrisht që sjellja e ushqimit freskët është gjithmonë prioritet dhe konsumi i 100% i gjithë ushqimit që përdoret nuk është i garantuar. Kështu se ai e shtyn dhe ato konsumojnë të vjetrin dhe gjithmonë kanë ushqim. Man sieht, sie war ja eigentlich wunderbar schön geschoren, oder? Und sie hat hinten Kjo është ajo që kanë demonstruar dje si Miss Lopa. Und sie hat hinten eine Nummer drauf, ja? Ja. Ja. Miss Lopa. Es waren von den... Po pse është Miss Lopa, jo? Nein, von den... Dje, nga 2 rajonet të këtij landi, u zgjodhën për nga parametrat e trupore, u zgjodhën 2 më të bukurat dhe kjo ka parametrat e dur. Po. Bei uns ist es so, dass die Tiere eigentlich, die sind sehr anhängig. Janë shumë të dashura me njeriu, që do të thotë kur futemi me nxënësit ne jemi shumë të kujdesshëm, sepse biles është shumë dëshira për afërsinë me njeriu, kështu që i themi duan të afrohen shumë dhe janë Ja, aber warum kommen bei mir kein? Probieren wir das besser machen, meine? Hajde shkojmë me 2 brenda ta shikosh se sa dashura janë. Kriegst du einen Mantel von mir? Do vishesh Okay, me mua do t'jap një përparse, hajde. Dann machen wir mal. Geht's ja? Okay. Machen wir. Na schau. Geht's ja? Fertig? Ja, sehr gut. Servus, ja, so. Grundsätzlich sehen wir hier mal eine Übersicht, welche Möglichkeiten es gibt bei unserem Standort. Siç mund t'i referojmë dhe kësaj tabele në këtë shkollë, degët të cilat ofrohen për nxënësit janë bujqësi, menaxhim hospitality, sepse shpeshherë këta kanë agroturizëm, kujdesje janë profesionet sociale, por në këndvështrimi në frameworkun e një ambienti agrar, pra edhe kujdesi për të rritur, për fëmijë, për ambientin, për gjithçka që i takon menaxhimit të një zone rurale.
Ka dhe profesionin e metalit, pasi bujqësia është e lidhur dhe me mekanikën bujqësore, kështu që Po dyqani janë prodhime të nxënësve? im Geschäft wird was gehandelt oder verkauft? Das wird, was wir selber produzieren, das ist Apfelsaft, Ajo që ne bëjmë prodhim këtu vetë është lëngu i mollës, Gärmost, mushti i fermentuar i verschiedene andere Säfte. frutave, ose lëng frutash të ndryshme që rriten në rajon. Honig Kemi mjaltin, tregtimin e mjaltit, und Schnaps. dhe raki. Kjo është kuzhina, këtu mësojnë të gatuajnë. Das ist die Produktverarbeitung, das heißt, da wird Këtu është përpunimi i ushqimeve. zum Beispiel werden der Nudeln zubereitet, Prodhohen makarona, mësojnë të prodhojnë makaronin, mësojnë Brot gebacken, të bëjnë bukë. Produkte oder Gemüse aus dem Garten weiterverarbeitet, konserviert. Përpunimi i zarzavateve që ata kanë që kanë oboret e tyre. Marmelade gemacht. Marmeladat. Und wie gesagt, normalerweise heute Nachmittag wäre alles sot voll. do të ishte gjitha plot, vetëm se nga që ka qenë dje festa, ata janë pushim. Ja. Ky është bari ku mësojnë servirjen, Genau. si të bëjnë lëngje, si të bëjnë si të servirin, si kamarierin, baristin. Natyrisht të gjithën të fokusuar në agroturizëm, sepse për nevojat të tyre. Se shpesh këta ofrojnë edhe çdo lloj ferme, si ajo që prodhon verë, si ai që prodhon qumësh, si ka të drejtën edhe kanë shumë përparësi në taksim, edhe ata janë të çliruar nga taksat sepse kur tregtojnë produktet e tyre. Kjo është frigoriferik, janë gjitha prodhimet e tyre që Das sind Hauswürste. Hauswürste. Ja. Salam Bist du shtëpia. mit dazu? Salamshtëpia. Das sind die Schweinehälften kommen da runter. Këtu vjen një karkasë gjysmë kafshë, për shembull gjedhje ose deri, vjen këtu mbi tavolinë. Dhe ata mësojnë ndarjen anatomike të karkasës dhe pastaj përpunohen sipas tipit të produktit. Gjithë produkti që del nga qumshti nga Kese, stalla, ja. këtu vinë dhe ata mësojnë përpunimin për djathtë, për kost, për Po i bëjnë të mira, mund të hahen këto pastaj? Ja, fertig, ja. Wo werden sie angeboten? Achso, ne, das Për shembull dje, të gjithë guest që ishin, 2000 njerëz që ishin, u ushqyen, u servir, çdo gjë e bërë nga nxënësit. Wir wollen den Schülern zeigen, was möglich ist. Sepse ne duam që t'i mësojmë nxënësve, t'ju hapim sy se çfarë është e mundur të bëjnë me produktin që ata Veredeln, prodhojnë. Si verarbeiten. mund ta përpunosh, si mund t'i shtosh vlerën produktit që ti. Wir wollen keine Konkurrenz zu Landwirten sein. Ja. Wir wollen ihnen zeigen, wie man aus der Rohmilch Joghurt macht, wie man Käse macht und so Ne jemi këtu weiter. për të prodhuar dhe t'i bëjmë konkurrencë fermerëve. Ne duam t'i mësojmë nxënësve Genau. tanë se çfarë është e mundur që ata të fusin produkte të reja, zgjidhje të reja që Und wir haben viele Betriebe, die einfach das dann umsetzen, direkt vermarkten. dhe shumë nga fermat që vinë ose punojnë nga nxënësit tanë, vinë, këshillohen, bëjnë produkte të reja. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank dhe Austria Premix.